doktor, ata personat që njohin nga afër, por edhe shikuesit që ju dëgjojnë, edhe unë vazhdimisht kam shumë takime me juve, ju dukeni se kur keni lindur dhe jeni rritur në Tiranë. Qoftë nga sjellja, qoftë nga kultura, edukata, nga e folura, pra këtë përshtypje të lini. Po, faleminderit. Unë me shumë kënaqësi, domethënë e them. Se më fal, e mora Tiranën të mos E ofendojnë. kuptoj. Qytetet e tjera, Korça, Shkodra, e Vlora, po e mora si qendër që Bane shumë mirë që more Tirana është kryeqyteti. mora si qytetarin më të Është kryeqyteti, avancuar. ja, kryeqyteti i gjithë shqiptarëve dhe unë e vlerësoj jashtëzakonisht Tiranën dhe Tirancën dhe çdo shqiptar në çdo troje, çdo cep të trojeve shqiptare. Ajo që mua, domethënë kam pas një busoll ose një udhërrëfyes në jetën time, ashtu jam edukuar në familje. E them më parë se kam edhe rranjë, domethënë jam pasar gjithësisht stërnipi një atlletarit jashtëzakonisht shquar në zonën e Shqipërisë së Veriut Prengcali dhe po ashtu jam nipi i stërnipi marrëzhdokës i cili ka kënë ndër të paret që ka fillua kryengritjen e malësisë në Rrafsht e Hotit, e kështu me radhë, pra edukata familjare, jo unë si Anton, sepse ndoshta unë kish marrë një drejtim tjetër, por edukata familjare dhe rrethi që kam jetuar na ka mësuar që neve të respektojmë, domethënë vendin, të respektojmë gjuhën tonë, të respektojmë kombin tonë. Unë do ta them edhe një gjë, më vjen shumë kezë dhe seriozisht më vjen për të vjellur kur ndëgjoj domethënë thënie dhe thashë themje, jo ky dialekt, jo ai dialekt, jo kjo zonë, jo ajo zonë. Për mua ka vetëm shqiptar dhe Shqipëria është e gjithë shqiptarëve dhe neve vërtet kemi dialekte, kemi të folme, të mëdha që ato vetëm janë pasuri e gjuhës tonë dhe gjuha jonë domethënë shqipe është pasuria më e madhe që neve kemi si kombë, për çka dhe neve mund të mburremi dhe unë kam pas fatin, ta them sinqerisht, jo se kam pas fatin, por në një farë mënyrë kam kërkuar fatin, kam kërkuar përmes edukatës familjare. Pse kam kërkuar? Sepse unë Podgoricën e kam pas, domethënë 4-15 kilometra, edhe universitetin e kam pas poshtë aty. Edhe gjuhën serbo-kroate që është quajtur e kam njoh shumë mirë, ndoshta jo më pak se sa gjuhën shqipe, pra gjitha mundësitë i kam pas ashtu, por jam rritur në një frymë familjare atletare që neve duhet të kthejmë drejtimin dhe mendjen dhe zemrën ka Shqipëria jonë. Kam pas fatin që kam studiuar në Shqipëri, pikërisht në Universitetin Luiq Gorakuqi në Shkodër, dhe aty akoma më shumë jam brumos në frymën e atletdashurisë, akoma më shumë domethënë jam thellua edhe në studimin e historisë kombëtare dhe vërtet jam jashtëzakonisht i lumtur. Po ashtu para se kam emigruar unë faktikisht vazhdova gjithsesi, fillova vazhdimin e studimeve për master në Tiranë dhe Tiranë kam shkuar shumë shpesh, edhe kam gjatë kohës studimeve edhe kam miq të shumë domethënë atje dhe thjesht ajo që mua më ka ndihmuar të jam ky që jam ka qenë domethënë i themi ne të jesh me këmbë në tokë dhe kam provuar dhe çdo herë duhet që të jem me këmbë në tokë, t'i shoh gjanat reale dhe t'i përjetoj reale, t'i përjetoj ashtu siç janë. Kjo është domethënë kënaqësia më e madhe që unë si Anton jam thjesht një shqiptar që dua Shqipërinë jashtëzakonisht dhe edhe pse ndoshta nuk e kam atë mundësi të kontriboj aq sa meriton vendi im të kontriboj, por unë e kam në zemër dhe e trumbetoj, e mundom ta trashëgoj edhe tek fëmija mi që ajo është domethënë diçka që ne asnjëherë nuk duhet ta harrojmë. Të falenderoj shumë, e di që ke përfituar nga Shqipëria, sigurisht tërë kemi përfituar, por e di që edhe i ke dhënë dhe jep shoqërisë sot, në cilat rrethana juve u nisët drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe si kujtoni atë periudhë? Periudha, domethënë koha që unë kam ardhur këtu ka qenë viti 2007. Mund të them se vendimi më i vështirë në jetën time ka qenë vendimi për të ardhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ta them sinqerisht, kam kaluar nete
pa gjumë shumë, sepse në një farë mënyre ky vendim deri diku nuk ka qenë në pajtim me bindjet e mia, nuk ka qenë pajtim me qëndrimet e mia, nuk ka qenë pajtim me ëndrat e mia, dhe po ashtu nuk ka qenë pajtim as edhe me anëtarët e familjes, sepse çdo gjë që kam bërë, që kam punuar dhe kam vepruar në malsinë e madhe, unë domethënë e kam bërë vetëm me qëllimin që të qëndroj atje, që të jetoj atje dhe të kontribuoj atje, sepse unë kisha mundësi të vi në Shtetet Bashkuara të Amerikës në moshën 23 vjeçare, kur kisha përfunduar studimet universitare dhe në atë kohë domethënë të filloj jetën në Amerikë, sepse erdha si vizitor, domethënë fill mas diplomimit 5-6 muaj domethënë që kisha filluar punë, unë erdha si vizitor këtu dhe herë mas here kisha ardhur. Por siç e thash, nganjëherë shumë gjëra nuk janë në dorën tonë, janë rrethana të ndryshme të cilat të diktojnë të ardhmen dhe ai vendim ishte jashtëzakonisht i vështirë. Ishte jashtëzakonisht i vështirë sepse unë nuk isha i ri kur erdha në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë kam qenë 34 vjeçar kur kam ardhur, kam qenë prind i 2 fëmijëve me bashkëshorten time dhe me nanën dhe përfundimisht kishim vendosur domethënë të vijmë këtu, por nuk kishim vendosur akoma, nuk e dinim se a do qëndronim në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Fatmirësisht vllai im, që vërtet duhet ta përshëndes dhe ta falenderoj sinqerisht me bashkëshorten e tij dhe me djalin pra Pjetër Kola Lajçaj, me bashkëshorten Lilian dhe djalin e saj Kristoferin, na pritën këtu sepse kishte domethënë hap dyert e shtëpisë dhe familjes për të na pritur ne dhe neve erdhëm domethënë me të gjitha kushtet këtu dhe nuk i kishim ato krizat e një emergjimtari që nuk din se ku do vendoset, apo atë problemin e letrave, sepse neve në fakt fitom një lotari, që quhet Lotaria Amerikane, që në zonën tonë pak njerëz kishin njohuri në fakt për ata, po edhe kjo ka qenë thua sikur hajt, po e baj sepse nuk do të ndodhë, domethënë po e luaj, ishte një formular shumë i shkurtër dhe shumë i thjeshtë online dhe mas nejse 6 muajsh erdhi përgjigjja e parë, pastaj përgjigjja e dytë dhe kështu me radhë. Kur erdha këtu, në fakt ditën e parë, nesër në fakt kur mrina, ka qenë data 31 janar 2007 dhe të nesërmen ishte ditë e hanë, dhe unë në fakt më mbuloj një mall i jashtëzakonshëm, sepse ishte dita kur unë do duhet të shkoja në punë, ku nxënësit domethënë të më prisnin, dhe shija domethënë dola jashtë pash, ishte një shkollë aty afër pranë, dhe kisha një mall të jashtëzakonshëm. Por megjithatë, nëse don ti rrefej edhe detalet, mund të rrefej, po vërtet kanë qenë emocionuese, sepse të vish në një mes ku nuk e njeh gjuhën, nuk e njeh historinë, nuk ju njeh traditat, nuk ju njeh as ligjet, domethënë një vendi është vërtet një sakrificë jashtëzakonisht e madhe. Dhe fillimet kanë qenë... Si përballove ti këto? Unë, siç e thash, ndihma kryesore ka qenë mbështetja, domethënë ka qenë e vllait tim me familjen e tij, që çështjen financiare dhe domethënë sa i dokon akomodimit, qëndrimit, ushqimit, e furnizimit dhe kështu me radhë, unë nuk e kisha domethënë problem, as nuk e mendoja, sepse ai vërtet bani çdo gjë që ne të ndihemi si mbretër, domethënë gjatë gjithë kohës që ishim aty dhe qëndruam aty. Por ajo që më brengoste ishte se domethënë e gjithë ajo energji, e gjithë ajo punë që unë kisha bë, dhe jo vetëm unë, po së bashkut me familjen time, me vëllezërit dhe motra, sepse neve në jetë kemi punuar si një grup, si tim. Çdo herë që ka pas një nevojë për tjetrin, neve domethënë jemi bashkangjit dhe kemi ndihmuar njëri tjetrin. Si jeni si vëllezër e motra jeni këtu të gjitha, apo jeni gjysma këtu, gjysma në Malsi? Ne jemi 3 djemë dhe 3 vajza, unë jam djali i tretë. Vllai i madh ka mbaruar kimin dhe fizikën në Prishtinë, ai jeton në Gjermani, dhe vllai i dytë, domethënë ky ka qenë në shkollën e tregtisë dhe shërbimit, domethënë jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës,
Unë do më thënë këtu, kam një motër që jeton këtu dhe 2 motre i kemi të martuara me familje në vendlindje. Do më thënë të gjithë vazhdojmë jetën normal, të gjithë fëmija duke u rritur, duke u shkolluar, por ajo që na brengos jemi të ndarë në 3 shtete. Jemi, do më thënë, 3 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe 3 në Evropë.